se të gjeta në kuzhinë. Mirëmëngjesi. Çfarë recetash kemi sot? Pas kemi një tryezë plot me përbërës këthe nga banaku. Po. Këtu në tryezë mbi tavolinën tonë të punës. Kemi të tjerë përbërës, më duket një recetë tradicionale, ku ka për bazë bulmetin, kos, gjalp. Qumësht, mielmisi, ta gjejmë kështu si me kujc, këtu çfarë ke? Lëng mishi. Lëng mishi. Lëng mishi, mund të vendosin lëng perimesh, mund të vendosni thjesht një koncentrat, si të doni ju. Dhe kur thashtë koncentrati, po tani më randërmon, që do hap frigoriferin, do marrë një kubik akull ku ka majdanozin, pa. Që e kemi përgatitur dikur bashk, në ngrirje, majdanozin edhe të përzirë me gjalpin e shkrirë. Më pas, në ngrirje dhe keni për supa, për gjell, përgatimet të ndryshme. Nuk merrni majdanozin e freskët, sepse ju e keni të freskët atje. E kam kaluar me vaj ullirje dhe... Jo, s'kam haruar gjë. Janë në rregull. I kemi në rregull. Mirë, pra, le t'i tregojmë në recetën tonë të shkruar produktet e recetës së parë, që ne e kemi shumë kollaj t'ja u tregojmë edhe të shkruar, por akoma më praktike është kur ju e ndiqni hap pas hapi recetën. Pra, supë me miell misri, kos dhe karota. Karota duhet i marrim Albana. Na duhen 3 lugë gjelle miell misri, 2 lugë gjelle gjalp, 2 gota me lëng mishi ose 2 gota ujë, 1 gotë qumësht, 4 lugë gjelle kos, 1 ose 2 karota, krip, piper i zi. Mos i ke gryra aty kallorët, apo i ke vënë të zjenj. Do t'i vendosim tani këto kubikët. A mundohemi ti pikët e majdanozit. Do të qetësojmë pak, që kemi mundësi ti... Atëherë tek supa, unë kam një tenxhere simpatike cilindrike, të them cilindrike, sepse është rrumbullakët, duhet që të jetë një tenxhere e vogël, nuk mund të përdorim të vendosim një supë për 2 veta dhe me një tenxhere të madhe. E para gjë, po pa tjetër, është kursimi energjisë elektrike, e para gjë. E dyta është kosto, e treta është, nuk gënjejmë vete me 2 lugë supë të tenxhere të madhe. Marr gjalpin, yndyrën e mirat mirave, është një hollim shumë i duhur, një bashkëpunim, që është bashkëthtarja me mirë, vaj dhe gjalpi janë të dyja ecin paralelisht me njëra tjetrën. Bëj një tretje të mirë. Jam thuaj sa kubik të duen nga majdanozi ngrirë? Aq. 2 të tillë. Po dhe në po ta lëm pak fare, është më kollaj shkrift, shumë më kollaj, direkt, fillon, dhe ikën nga, s'po i gjej emrin, ja. Nga vëndi vetë. Nga vëndi vetë, nga vëndi akullit ku ne vendosim. Do të shtoj miellin e misrit. Pra nuk dua dhe nuk duhet që vaj yndyra të digjet. Si që është e tillë, direkt e shtojmë. Supra me miell misri dhe kos, sjell në një formë të shpejtë, të lehtë për t'u gatuar. Kam përdorur miellin e misrit të verdhin. Nëse ju mund të përdorni edhe miellin e ballokumeve, nuk ka fare problem, mund të përdorni miellin e misrit të bardhin. Por mielli ballokumeve që i kemi thënë dhe bëm ato ballokumet, të shkëlqyera fare, po, dhe ishte shumë. Pra, u them, beso dhe kontrollo, pa tjetër, ose kontrollo dhe beso, si të doni ju. Tani, ndoshta ka ikur pak e atmosfera ballokumës, për gjithsesi në kanalin tonë në YouTube e keni. Unë kam akoma në shtëpi. Bëj një tretje. Të mirë që të ndihet ajo aroma skuqe së miellit të misrit, të piqet pak, marrë dhe një ngjyrë disi më të kuqerem. Duhet të jetë, duhet të krijohen, shikoja këto, në formë bulzash, derisa të krijohet një masë e një trajtshme e shkrirë. Pra jo mielli i misrit topa. Jap sërish. Derisa të ndihet ajo aroma. Aroma bën diferencën. Shtoj edhe këtë pjesën tjetër këtu. Me pak ose fare krip. Kaq më duhet. Një trazim i mirë. Nuk dua që mielli i misrit të marrë ngjyrë kaf, absolutisht jo. Po shlirimi mirë i miellit mua më tregon që Albana shto lëngun e mishit, lëngun e pulës. Njësoj është lëng mishi, lëng pule. Kaq deri këtu. Ja.
nxehtësi mesatare. Trazojmë. Çfarë arome që vjen? Çfarë arome që vjen? Shtojmë edhe pak tjetër, sepse në varësi të miellit të mistrit do të jetë edhe sasia e lëngut që do të përdorim për ta shtuar supën. Dhe e lë paksa. Nike gati, me dorë, i shtojmë me kubikun e parë dhe kubikun të dytë. Janë goxha truk i mirë. Vendosja e majdanozit, koperit, borzilokut, nenexhikut, çfarë të duam. E mbarë më të freskët sa ju. E merrni dhe e bleni. Mos harroni gjithmonë ti mbështillni me gjalpin e shkrir apo të tretur në kushtet e ambientit, ti grini mirë erëzat, mund t'i bëni dhe bashk të gjitha bimët aromatike, një tas plot, përzjeni me një lloj ndyre çfarë të dëshironi ju, me vaj ulliri, me gjalp, me vaj kokosi, akoma më ideale, dhe më pas përdorini në supa gatime gjellra ku doni. Emilën, vajin e kokosit është se do na thonë ato bobo, na vrau Androniti. Jo, më se qarë. E di kur përdor në një gjë më thonë. Po pak fare, më e pak. Përdor gjëra sa më të thjeshta më thonë, sepse nuk e kemi mundësinë edhe xhepin. Por në di themi gjërat që janë të duhura. Po jashtë do them një litër vaj ulliri është më shtrenjtë se sa një kavanos kokosi 500 ml, të cilën e përdor më pak. Shumë më pak. Shëndetshëm në djegje, në skuqje. Njëri duhet bëj ca esape kështu, t'i krahasuara me. A e di pse? Sepse jo të gjithë nuk ushqemi do të shëndetshëm se është na kushton më shumë, jo nuk na kushton më shumë këtu ushqemi shëndetshëm. Mjafton të dimë, të zgjedhim, të kombinojmë, të pyesim, të informohemi, kaq. Atë bëj një përcjellje shumë të mirë. Ja. E ul temperaturën. Nga produktet që ke në tryezë, qumshti ka mbetur pashtuar. Qumshi dhe kosi janë të dyja bashkë. Po edhe kosi. Pra, e ul nxehtësinë. Shtoj dhe pjesën tjetër. Dhe e lë të bëhet në terezin e saj, në terezin e vetë. Përdet mirë edhe do t'i vë kapakun derisa unë të filloj dhe të shpërbëj kosin me qumësht, unë kam salcë kosi. Kjo sepse dihet që shijet e miellit edhe kaurdisja, lëngu i mishit, kanë një aromë, shijet janë të forta, kështu që tani shtimi në të i qumshtit dhe i salcës së kosit neutralizon atë shijen e fortë, i jep atë shijen më të ëmbël, më të butë, më delikate, dhe gati më pas për ta servirur, sepse pasi të shtojmë të hedhim në të kosin dhe qumshtin, nuk kemi më punë me supën, është në përfundime sipër supa jonë. Shoqërohet me gatimet tuaja të ditës, padyshim ne do t'i sjellim edhe gatimet tona të ditës së sotme, por kjo është një nga ato supa që konsumohet në çaste ngrohtë, nuk mund ta lëmë për jo e ftohtë, sepse e ftohta do fillojë të bëhet. Nëse ka zirë, ja shtojmë dhe e kemi gati për ta servirur. Pra për 10 minuta përgatitëm një drek, një supë të shpejtë. Që si masa, do kemi kujdes gjithmonë të ansoret, sepse kjo dreqkë, këtu e ka sekretin, që nëse nuk e përzjen mirë, pa tjetër me luk druri, të ansoret fillon edhe trashet. Do të ashtoj. Edhe fellashkë nga ruzhdhen, edhe 10 emra të tjerë që ka na e kuzhinës. Super. Kjo është në vend të panës, sepse nuk e duam të rënduar, se mund të shtohet dhe pana po e rëndon akoma më shumë. Dikur nuk e bënin me pana, po e bënin? Absolutisht, ne kështu e duam, te tradita. Shumë e rënd pana, pak qumësh dhe kos është një shije më e lehtë. Dhe e trazojmë, avash, e shikoni që nxehtësia është nën mesatare, gjë që unë tani e shoj tek mesatarja, deri sa të bëhet gruk, është rregull. Marri një fuskim. Shtoj pak ose fare. Piper. Për kripën.
Do ta provojmë. Po patjetër që mund të provojmë edhe Provo dhe fare. testo. Pra nuk do ta lëmë që ajo të filloj të trajtën e vet, Është e duhur. Është e duhur. Atëherë gati për ta servirur supën tonë. Supa e parë, Shumë pak i heq që të gjitha këto, nuk më duhet asnjë gjë. Vetëm tasim për ta vendosur supën. Ju përsërisë edhe një herë produktet e supës tonë me miell misri, me kos, me pak qumësht, do t'i shtoni nëse doni, është opsionale edhe karota të grira shumë imët. Ne zgjodhem ta mbajmë atë supën tradicionale, që ka 3 lugë gjelle miell misri, gjithmonë ola, të miellit të verdh ose miellit të bardh, po kësaj supe i shkon më shumë mielli verdh. 2 lugë gjelle gjalp, 2 gota lëng mishi ose ujë, 1 gotë qumësht, 4 lugë gjelle kos, 1 ose 2 karota të grira shumë imët. E një sekond, edhe unë të shtoj karotat direkt. Piper i zi, po. Në fund fare, sepse janë aq imët dhe konsumohen dhe ashtu siç janë. Thjesht i konsumojmë me pak uthull, edhe është shumë e duhur. Ja. Tek servirja e supës, shumë pak. Janë grinë rende, prandaj dhe nuk kërkojnë zjeri. Nëse unë do ta zjej karotën, do të bëhet pel të fara si do duket. Pra në 2 minutin që unë do ta lë këtu, është gati. Bëhemi gati dhe e mbyllim këtë recetë të parë përpara se të kalojmë tek të bëjmë një shkëputje dhe të bëhemi gati për recetat e tjera. Një sallatë shkojmë. Do bëjmë sallatë me? Një sallatë me kastraveca dhe karota, por pak disi më ndryshe. Po. Supa e përfunduar, duket shumë mirë e lidhur, me ngjyrat, konsistencën e saj, aromat pastaj janë të padiskutueshme, po ju nuk arrini dot t'i ndjeni, ne që i ndjejmë këtu bëjmë atë sinergjinë e të dyjave, edhe të ngjyrave, trajtës, edhe të aromës, ndaj edhe kemi zgjedhur për t'ja u sugjeruar në drekën e sotme, në supën e sotme për zonjat tona. Servirur kështu me karota të grira imët fare. Ne foton e bëm, do ta keni në kanalin ton zyrtar në YouTube. E kemi qëndisur mirë dhe zbukuruar, me pak majdanos, një lule të vockël, edhe gati për rrjetet tona sociale, kushtoj një rëndësi dhe anës estetike të recetave. Patjetër, ato lexohen, flasin me ngjyrat, me shijet, me këto kurimin që i bëm çdo anvis, kur kemi kohë. Shumë e bukur është edhe kjo pjesa estetike e kurimit të pjatave.